Luizelli dhe Kiara Tito janë çifti më i dashur për publikun shqiptar. Lidhja e tyre u formua brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri dhe që për asaj dite, ata nuk janë ndarë nga njëri tjetri. Siç e keni vënë re, çdo postim i tyre kthehet me njëherë në lajm. Siç ndodhën dhe me publikimin e disa fotove ditën e sotme, ku Luizelli dhe Kiara Tito ndanë me ndjekësit një moment të veçantë nga jeta e tyre familjare. Siç shikohet dhe nga fotot, ata kanë blerë 2 papagaj, të cilët i kanë emërtuar me emrat Lulu dhe Luki, si një dhuratë për vajzën e tyre Lunën. Njihuni me Lulu dhe Luki, antarët më të rinj dhe më të zhurmshëm të familjes. Dhe po, në foton e fundit është Luna, e cila sapo kuptoi se papagajt fluturojnë vërtet dhe nuk po qeshte më. Është shprehur Kiara me humor në postimin e saj. Ky moment i ëmbël familjar ka prekur në zemrat e ndjekësve, duke treguar edhe një herë atmosferën plot dashurie dhe harmoni që Luizi, Kiara dhe Luna po ndërtojnë së bashku në shtëpinë e tyre të re. Nga ana tjetër, na duhet të rikujtojmë se Luizelli dhe Kiara Tito janë mjaft të angazhuar me projektet e tyre profesionale. Siç është përfolur dhe kohë më përpara, Luizi po përgatitet për një film, ndërsa Kiara vazhdon moderimin e saj në spektaklin e humorit.